Mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që në këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren e parë të së shtunës të javës së 12 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishme e me hir të gjumit natën. Prehja gjymtyreve të këputura, tu kthej zelin e punës, të letësoj mendimet e lodhura, të heq xhamat nga shëruese. Fal ditës që kaloi, e urateve në natë të re, ndihmo fajtoret man të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndoft zemra, për ty zërit të kumboj, të dasht dëshira e pastër, të adhuroft mendja e përkor. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditën, feja të mos njoterin, nga feja shkëlqeft nata. Na ruaj atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllues, që një jetë të jetës je sundues. Amen. Antifona e parë. Por si ty mi kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje o Zot. Psalmi 141. Lutja në rrezik. O Zot, klitha drejt teje, eja më të shpejt tek unë. Dëgjoje zërin tim kur thëras drejt teje. Unë ngrit lutja ime si ty mi kemit në pranin tënde, lartësimi duarve të mia, por si flija e mbrëmjes. Përja roja në Zot gojës sime, edhe rojtaret në derë të buzëve të mia. Mos lejo të pritet zemra ime në punë të këqija, për të së ndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos i shijoj kënaqësitë e tyre. Le të më rrah i drejti, kjo është mëshirë, le të më qërtoj, por vaj i mëkatarit mos e lëft kokën time, por paqa uratën përballë mbrapshtësisë së tyre. Kur nga gremina ti plandosin gjyqtarët të tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia. Por si ashlat e latuesit e të prersit në përtok, shpërndahen eshtrat e tyre grykës së nën tokës. Te ti o Zot hyjim, janë sytë e mi. Ty të ra shëndore, mos lejo të biret shpirti im. Më ruaj prej grackës që ma kanë grehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Por si ty mi i kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje o Zot. Antifona 2. Ti o Zot, je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Me gjithë zë thëra Zotin në kushtrim. Me sa zë kam Zotin e përbej. Para ti zhgrehem në vajtimin tim. Para ti e qes shtrëngimin tim. Me gjithë se shpirti im po mekët në mua, ti e nje udhën time. Udhës nga unë duhej të kaloja, më ngrehen grackën. Shikoja djatha se shihja, si shtë askush që të më njihte. Askund shtek shpëtimi, dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndihmë, Zot, e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroj i britmat e mia, sepse jam përvujtruar për së tepërmi. Më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxirë shpirtin tim prej rrëthimit, që të lëvdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti o Zot je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve.
Antifona 3. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Kënga Filipianëve kapitulli 2. Rreshta 6 deri 11. Krishti shëptori hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por ja mohoi vetvetes, E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë i ngjashëm me njerëz, dhe për ka pamja jashtme, dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër Romakëve kapitulli 11, rreshta 33 deri 36. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjit, sa të pavëzhgueshme janë gjyqjet e tua, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tia. E një mend, kush e njohi mendimin e Zotit? Kush ju bë atij këshilltar? Kush i dha atij më parë që të jetë detyrë t'i kthehet? Sepse gjithçka është prej tij, në për të dhe për të. Qoftë lëvduar për gjithmonë e jetës. Amen. Përgjigje e shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Ti i bëre me mirësi dhe urti. Veprat e tua, o Zot. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Kënga Vjergjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i broret hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duarthat, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshiren, si u apat i premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Lutjet e besimtarve. Ta lavdërojmë një të vetmin Zot, Atin, Birin e Shpirtin Shenjt, dhe t'i lutemi me gjithë zemër. Rri o Zot me popullin tënd. O Zot i shenjt, Ati gjithë pushtetshëm, bëj që në tokën tonë të mbi drejtësia, dhe populli yt të gëzoj plotësinë e vllazërimit e të paqes. Rri o Zot me popullin tënd. Bëj që të gjithë popujt të hyjnë në mbretërinë tënde, kështu që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe kombet. Rri o Zot me popullin tënd. Bëj që bashkëshortët të qëndrojnë në paqen tënde, dhe të kryejnë vullnetin tënd, dhe për herë të jetojnë në dashuri ndaj njëri tjetrit. Rri o Zot me popullin tënd. O Zot, shpërblej të gjithë bamirësit tanë, dhe jep ju atyre jetën e pasosur. Rri o Zot me popullin tënd. Shikoj me mirësi të gjithë ata që humbin jetën në luftë apo janë viktima të urrëties njerëzore. Pranoj në paqen qiellore.
Rri o Zot me popullin tënd. Aty që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy, ti deshe që në sajë të bisisë së hirit të jemi bi të dritës. Bëj po të lutemi që kur të mos na zotroj errësira e gabimit, por të jemi për herë të shndritur me shkëlqimin e së vërtetës, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shajt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn.